çka ka mri Zoja Osmani, vetë e thash në Davos, ka qenë me të vërtet diçka jashtëzakonisht e madhe, parafrimi me presidentin Amerikan, shtrëngimi duarve, nuk pe kontestoj nga ana intelektuale dhe të arritjeve. Ne vetëm po e thojmë se kujna i ka shërby Zoja Osmani. Atë po analizojna. Jo vendit në aspekt, në rrafshin e brendshëm, Zotit Kurti, po edhe është dasht me i shërby se aje ka bo prezidente. Nëse edhe njëherë bo prezidente, e ka bo Zotit Kurti ka ardhë me vota, e ka tjetër respekt, tjetër kredibilitet. Zoja Osmani zgjedhët me votat deputetve. Am kupton? Këto jënë marrëveshje politike që shtojnë shty për para. Kështu që unë vish lem të thom deri në fund mendimin temë dhe tani vazhdo. Zoja Osmani nuk e ka të njëjtin kredibilitet si dikush si Zoti Kurti që i ka 51%. Po duhet për mja dhonë dhe hakun me i thonë, o Zotni ti ke fitu 51%. Ajo Zoja varet ekskluzivisht, jo për shkak se nuk i ka prezentu Kosovën mirë jashtë, apo nuk është e përgatitur për atë pozicion. Por, për shkak se ajo i ka shërby mësë shumëti, lëvizës vetë vendosje dhe Zotit Kurti, edhe parti tjera nuk ja kam bërgj me votu apo me qëndru në sot. Që të është puna se në rrafshin e brendshëm, ne po thojnë qytetarët e Kosovës dhe partit opozitare e vendosin, se nuk vjen as kush prej jashtë me ta zgjedh ty prezident.